një person të jap ndonjë IP-ja, siç e dim është një IP adresë e cila jap çastin një komunikimi palës 2 ose 10 faktikisht. Andaj Kosova ka një sistem shumë më të avancuar për shkak se çfarë do lideri, çfarë do ndërhyrje politike të brendshme nuk ka mundësi më ças elementit Zoti Gashi, në qoftë se ka këtë sistem siç thoni ju, atëherë si nuk është zbuluar dhe si është e mundur që shkon në nivelet më të larta, po flasim për presidentën, po flasim për hakerime që kanë ndodhur më përpara dhe kanë kaluar kështu si gjëra normale. Tani ne duhet presim që kemi vrasje ekzekutime që themi që po jemi në alarm. Kjo është vetëm një email fake. Kjo është fake i cila është nisë çdo qytetar ka të drejtë ta ndërtoj një email fake dhe ta nisë në çfarëdo adrese. Domethënë sot është sistemi avancuar, po në momentin kur futet hetimi, sistemi i shtetit dhe opsionet që unë i di faktikisht, ata do të shkojnë deri te pika e nisjes nga cili operator dhe nga cili shtet ka është nisë ky email. Domethënë shteti ka për detyrë të adreson elementin nga cila linij ka ardhur emaili për kërstimin e presidentes ose aktorëve të caktuar.